Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar pak ngjarjet edhe dinamikat në fakt që po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brotherit. Flasim pikërisht për Big Brother VIP Kosovën. Ajo që në fakt unë dua të them është për Labinot Rexhën. Labinot Rexha është një ndër banorët i cili ka hyrë me një lojë që në fakt është lojë që nuk mund t'i themi lojë. Debatet më të ashpra këto ditë që sonte në fakt do t'jenë të përfolura në Prime me patjetër, sepse sonte është Prime-i, kanë qenë me Londrimin. Londrimi ka qenë një ndër banorët që këtë javë ka qenë në shënjestër të Labinot Rexhës. Do me thënë ashtu siç unë e thash, që nga të premten kur Big Brother Prime-i përfundoi, Labinoti u fokusua te Londrimi sepse Londrimi mori shumë duar trokitje dhe mori shumë mbështetje nga opinionistët. Të gjithë njerëzori do me thënë mbështeten lojën që Londrimi ka bërë. Normalisht që Labit nuk i intereson sepse Labi dëshiron që të ketë atë fokusin në lojën e tij. Ofendimet kanë qenë shumë të mëdha. Ofendimet kanë qenë shumë denigruese kundër drejt banorëve të tjerë. Labi nuk përmbahet në asnjë mënyrë. Ai ofendon Londrimin, e quan që ti je mashkull si femër, ti vishesh si femër, ti je homoseksual, do me thënë njëherë i kërkoi falje në Prime për gjuhën e përdorur dhe urrëtitjen e madhe ndaj Londrimit, por vazhdon me të njëjtën gjë. Do shohim sonte se çfarë do të flitet për Labin, do me thënë unë mendoj që Labi me patjetër tenton që të jetë në qendër të vëmendjes, por mënyra se si e bën lojën është e gabuar. Mendoj që një surprizë do të ishte tepër e preferuar dhe tepër e dashur për Labin në këtë pikë të lojës, sepse e ndjej shumë të tensionuar brenda vetes së tij dhe mendoj që surpriza do ta ndihmonte shumë dhe Labi do ta shikonte lojën me një formë tjetër, domethënë me një sy tjetër, jo me kaq urrëtie, por Londrimin e ka vënë në shënjestër, ndërsa Londrimi është një imitim i gjestit, po e luan lojën e gjestit, do me thënë është një imitim shumë i bukur dhe e bën në mënyrën më interesante dhe më të bukur lojën, është tepër gati për lojë, nuk është se ndikohet nga fjalët që fliten lart edhe poshtë nëpër shtëpi, nuk është se ndikohet nga thashethemet, do me thënë ai është i përfshirë brenda lojës dhe nuk i intereson asnjë gjë tjetër që përflitet për të apo për lojën brenda. Dhe kjo në fakt e bën Londrimin një ndër lojtarët më të guximshëm brenda asaj loje. Edhe pse Labi domethënë mundohet që të shprehën që ti ke ndjenja për Klodin, ti je homoseksual, por mendoj që është lojë e gabueshme e Labit dhe forma se si Labi e ka përzgjedhur që të jetë pjesë e Big Brother VIP Kosovës. Çfarë mendoni se do të ndodhë sonte edhe për strategjinë që në fakt Labi përdori një ditë më parë që përdori lojën e gjestit? Çfarë mendoni se do të ndodhë sonte në Big Brother?